Përshëndetje të nderuar miq, do të shkoj në këtë fillim jave në Kosovë për të folur për situatën politike dhe për rezultatin e zgjedhjeve, raundin e dytë, balotazhin e 18 komuna që u zhvillua ditën e djeshme. Një orë më pas kishim edhe rezultatin e zgjedhjeve me disa surpriza, kryesore ishte ajo në Mitrovic. Për të folur për situatën politike atje, kam derën dhe kënaqësinë kem të ftuar zotin Viktor Buzhala. Zoti Buzhala, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ju për ftesën. Kush fitoi mbrëm apo fituan gjithë? Realisht fituan gjithë, po pa diskutim që fituesi i këtyre zgjedhjeve është vetëvendosje. Dikush mund të thotë si vetëvendosje kur vetëvendosje fitoi 7 komuna dhe është partia më e madhe në vend. Po, por vetëvendosje nuk ishte parti me shtrirje lokale, në zgjedhjet domethënë lokale. Ishte parti me shtrrirje nacionale ku generator i votave ishte Albin Kurti. Ndërsa tashmë vetëvendosja është bërë parti serioze edhe në zgjedhjet lokale, pasi që ka fituar 7 komuna dhe është nëse mund ta them ashtu, është në balotazh me 2 parti tjera, me LDK-n dhe me PDK-n, edhe pse PDK-ja ka 6 se Drenosi vetëm iku. E dyta ka thy 2 bastione. Të ka thy bastionin në fushë Kosovë dhe në Obilic, cilat nuk fitoheshin asnjëherë prej dikujt tjetër. Pra, dhe e treta ka arritur t'ju marrë 2 partive kundërshtare, t'ju marrë PDK-s ja ka marrë 2 komuna, ndërsa LDK-s realisht ja ka marrë 2 komuna dhe PDK-s ja ka marrë 1 komunë, përkaqësisht Mitrovicën që e sekt ju më herët. Dhe në këtë mënyrë, ndërsa ato nuk kanë arritur t'ja marrin asnjë komunë. Që në kupton që vetëvendosja ka shi tyre mund të konsiderohet fituese, mirë po përgjithsisht kemi 4 parti cilat kanë numër të konsiderueshëm të komunave. Që i ka ruajtur Ramushit vetat. Arriti të ruaj 5 komunat që i kishte, në këtë mënyrë dhe kanë komuna të rëndësishme gjitha. Domethënë dihet Kosova ka 7 qendra rajonale apo si njihen në Shqipëri bashki. Këtu është një organizim tjetër, domethënë sepse komuna pavarësisht e madhe e vogël është e njëjtës rëndësi, po ka 7 qendra dhe të gjitha janë të ndara në mënyrë thjesht të barabartë 2 dhe në fund 1. Pra fitues janë gjithë, humbës janë gjithë nga pak. Ndoshta Herollaçeku duhet ketë pak mëri, sepse Kurti duket sikur ishte i fokusuar 100% vetëm në Mitrovic, apo gabohem? Jo, Kurti ishte realisht në krejt Kosovën, po ishte më i fokusuar në Mitrovic. Shiko, kandidatura e Herollaçekut nuk ishte adekuate për Prishtinë. Herollaçeku do të ishte shumë më adekuat në Prizren, që është komuna e dytë më e madhe e Kosovës. Aty realisht besoj që do të fitonte pa asnjë problem, pasi që Herolla është djalë Prizreni, djalë i edukuar dhe ishin disa elemente lokaliste cilat ndikuan në këtë. Do ta thyen atje, mendoni ju? Mendoni që atje do ta thyen PDK-n? Po, besoj që do ta thyen, realisht PDK-ja është thyer edhe më herët atje, pasi që vetëvendosja para 8 vitesh ka fituar në Prizren, mirë po e humbi pikërisht nga PDK-ja dhe tash ta shohim realisht tash kryetari aktual arriti të konsolidohej dhe ta fitonte edhe një mandat të dytë. Po Herollaçeku do ta thyente besoj pa asnjë problem, pasi që është figurë nacionale, është figurë e dëshmuar, dihet ka qenë edhe në Shqipëri zëvendësministër për një kohë atje në qeverinë Edi Rama 2 nëse s'gaboj. Po në mos gaboj 2, se tani janë bërë si shumë, këtu është i 4 ti edhe. Janë bërë shumë dhe sigurisht që është një figurë e dashur në Kosovë, është një personalitet i kompletuar, qytetar, djalë shumë i civilizuar, i kulturuar, që do ta reprezentonte edhe kryeqytetin, po edhe Prizrenin pa asnjë problem. Po të fundja ai vazhdon të jetë ministër në detyrë i kulturës dhe është dëshmuar aty si ministër mjaft rezultativ.